mund të duket pa arsye, po i ka thellë ka një arsye. Gjithmonë do të pas parasysh se çka deri tani ke mirë, po pse ndodhi ta ndrumi, pse ndodhi sjellja. Normal që me pa atë sjellje nuk është e hishme, nuk duket e mirë, por realisht është mënyra vetme e komunikimit pa kënaqësisë që unë po e ndjej. Po, kuptoj. Domethënë deri kur mundemi me llogarit, domethënë që jemi në rregull nëse një fëmijë ka që ato shkaravitjet, nëse më me thonë. Jemi në rregull deri atëherë kur na e kuptojmë se çfarë po kërkon fëmia. Asnjë trajtim, asnjë problematik nuk ka nuk mund të ketë afat kohor. Realisht nuk mund të japim afat kohor. Është individuale, normalisht është individuale dhe është familjare. Sa është kuptimësia që asaj sjellje që është duke na ndodhur. Por për gjatë trajtimit edhe mirë që potencove tash afatin kohor, prindër kur fillojnë qoftë tek ne ose qoftë në ndonjë institucion tjetër trajtimet, kërkojnë sa kohë më duhet. Momentet që ne jepim një afat kohor në një farë forme kemi mencionuar profesionin ton, profesionalizmin ton për gjatë punës, por edhe anën tjetër penalizojmë edhe aftësitë e fëmisë. Shpesh herë ndëgjojmë nga të tjerët kur themi këtë kuptimin, nga persona të cilët nuk janë të kësaj fushë hiç, edhe e stigmatizojnë fëmijët me vështirësi, mos përmendin ndonjë çrregullim, nuk din me lujt me tjerët, ose nuk kanë empati. Nuk nin, nuk dëgjojnë, nuk reagojnë. Këto në shef edhe ndëgjojnë na për këndet lojrave. Natyrisht janë nanat ato që e bojnë këtë sjellje, që normalisht i kanë fëmijët e tyre me zhvillim tipik, edhe kur shëndon një fëmijë me ndonjë zhvillim më ndryshe se fëmijët e vet, me ndonjë vështirësi të caktuar, edhe në një farë forme e stigmatizon në një fushë caktuar me ndonjë fëmijë. Asnjë fëmijë, qoftë tipik ose me vështirësi, nuk ka cënim për aftësia. Çdo aftësi është që mësohet. Çdo objektiv që ti e çet përpara, nëse ai e ke zhdita nuk i ardhur me mësu, po ti ke me mësu dhe keni mësu së bashku. Por gjithmonë për gjatë punës terapeutike të stimulimit, është e rëndësishme që jo çdo herë veç fëmia ka me bë, po edhe ti ke me bë bashkë me fëmin, detyrat e caktuara. Që mos më doni mesazh që ti në një farë forme vetëm ti ke me bë, unë kam me shikuar ty, po kena me bë bashkë, se na bashkë mësojmë, bashkë realizojmë dhe bashkë mbërrijmë gjithçka. Po. Blerta, autizmin e përmendëm, njëkohësisht ADHD, hiperaktivitet, janë domethënë gjithashtu terme që sot i kemi shumë përditshmëri, përveç punës terapeutike që bëhet, mirë po edhe prindërit, mirë po nuk e di sa janë të informuar mjaftueshëm për shkak se ne e kemi kështu si fjalë shumë përditshme, hiperaktiv është. A është ai hiperaktivi që na e shohim të lëviz vazhdimisht, apo është diçka më shumë që duhet ta ketë një fëmijë disa sjellje nivelit më të lartë të atyre lëvizjeve që edhe pse unë e kuptoj këtë pjesën e diagnostifikimit shumë mirë po vetëm ato elementet që ju punoni çdo ditë si terapistë e stimulimit. Tek individet të cilët kanë ADHD, normalisht na i dim që është çrregullimi i hiperaktivitetit dhe i vëmendjes, mirë po këtu bën pjesë edhe impulsiviteti. Kur kemi të bëjmë me këtë lloj çrregullimi, atëherë është kur fëmia nuk është në gjendje të qëndron ulur, vazhdimisht është në lëvizje, kur nuk përfill mesazhin e tjetrit, komunikimin e tjetrit, kur nuk është në gjendje të përfundon objektivat, detyrat e caktuara që kërkon nga ai, kur gjithmonë dëshiron që ai të ketë gjithçka me udhëheq ai vet. Edhe në normal edhe ato që janë preferencat e tij ose apo të saj, nuk është që i çon deri në fund, po i lën gjysmake. Vazhdimisht ka shpërqendrime. Ndonë se mundet mos me pas kur gjë për mua dhe për tjetrin brenda asaj që po shpërqendron, ai ka me gjetë diçka më shpërqendru. Jo vetëm me pa objekte ose diçka të tillë, po ndoshta edhe më marr me veten e vet. Me pa që diçka s'është rahat, me rregullu, do të thonë me ik prej një detyrës caktuar. Po realisht po e përmani sa janë prindërit e vetëdijshëm për këtë çështje, kohëve të fundit, mos me thënë vitet të fundit, e shoh një interesim shumë të lartë të prindërve, të cilët ndonë se nuk ka ndoshta ndonjë vështirësi shumë tek me fëmia e tyre, mirë po e merr hapin edhe merr iniciativën, po du me sjell një konsultë kemi së bashku. Ndoshta është problemi tek unë, tek qasja imi si kur prind, po du me konsultu medikan që mirët me këtë kategori të fëmijëve. Për mua normalisht është shumë e kënaqshme, kur e shoh që ndoshta s'ka fëmia hiç vështirësi, po për mua është e kënaqshme që prindit ju ka dukë që ka diçka
edhe do me pas një konsult. Ndoshta ma herët prindit kanë pas predispozita mos me u qas, mos me kërku mirërendimin tek profesionistët përkas që duhet, për arsye se rrethi e paragjykon. Mirë po, fatkeqësisht, kohëve të fundit, po shumë i vazhdimisht fëmijë që po janë po ka shumë vështirësi. Qoftë në komunikim, qoftë në socializim, qoftë shërgëllime të ndryshme, qoftë në të nxjerrën përgjatë shkollës, që është ADD për shembull, shërgëllimi i vëmendjes, që është një farë forme është në proces rritje e sipër, por natyrisht që nuk mundem me lënë faktor, vetëm ky faktor është që po shkaton se vetëm ky. Kur përmend me të shërgëllime të ndryshme, veçmas kur është faza që fëmijët s'po kanë komunikimin edhe socializimin, është një tjetër problematik që po ja rrit realisht këtë pjesë është teknologjia, që veçmas për shembull tek fëmijët që janë edhe me ADHD dhe kur qëndrojnë me teknologji ma tepër, normalisht rritet impulsiviteti, rritja e zonit, injorimi i tjetrit, që ti më pengove, ti më ndalove, mandej anën tjetër po kena probleme motorike, bllokade duarve, tonusi i dorës po bllokohet, nuk po është i mirë në detyra, nuk është i mirë në realizim detyrave të ndryshme ose aktiviteteve që i kërkohen, për arsye se mendjes pratni diçka të tillë. Normalisht kur po rrin fëmijët në atë pjesë edhe aspekti emocional po ndryshon, po mirë ndoshta vetëm një emocion po ka prioritet shumë të madh, nervozizmi, mandej komunikimi po lëvizet, domethënë nuk është i pastër i mirë edhe bashkëpunues me tjetrin.